Nga SPAK-u ishte në zbatim të masës detyrim paraqitje. Kryedemokrati Sali Berisha, duke u referuar projektit në Zvërnec, tha se Partia Demokratike mbështet çdo investim të huaj në Shqipëri për çdo problem që lind gjatë zhvillimit të projektit. Sipas Berishës, përgjegjësinë duhet ta mbajë qeveria. Nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit. Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës, nuk është shteti që thot, po unë nuk i di këto, nuk i di ato. Në qoftë se ke firmos, je kryeministër dhe ke firmos, atëherë ti mban përgjegjësi. Teksa u pyet nga gazetarët pse opozita nuk po reagon më fort kundër projektit, Berisha u përgjigj duke thënë se Partia Demokratike është parti që zbaton ligjet e vendit. Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kur. Partia Demokratike garanton pronën dhe pronarët me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër. Kryedemokrati theksoi se mbështet çdo hetim të organeve të drejtësisë në lidhje me projektin në Zvërnec. Inkurajoj çdo hetim pa asnjë diskutim. Berisha dënoi edhe dhunën e ushtruar ndaj qytetarëve që protestuan kundër projektit. E dënoi atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Teksa Rama po jepte sqarim në lidhje me detajet e projektit, Berisha kritikoi mediat se po censuronin fjalën e tij, duke i dhënë më shumë hapësirë kryeministrit, të cilin e quan një mashtrues. Po doni hapi pak celular dhe shifti. Nga 12 media, 11 transmetojnë vetëm mashtrimet e tij dhe censurojnë Sali Berishën. Ky është turpin e atyre mediave të cilët i japin hapësirë totale dhe vendosin blackout, ndaj opozitës. Si çdo dalje nga SPAK, Berisha mbajti qëndrim edhe ndaj punës së organeve të drejtësisë, duke i drejtuar përsëri gjetjet e akuzave në drejtim të ish drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, për të cilin thotë se ka fshehur pasurinë.